Duke qenë shtyllë rëndësishme për krijimin, ruajtjen dhe promovimin e vlerave të shoqërisë, gruaja në Kosovë ende përballet me sfida të shumta. Roli i saj në familje, shoqëri, ekonomi e politik u vu në fokus të takimit të Këshillit të Përgjithshëm të organizatës Gratë për Vetëvendosje. Në politik zakonisht shihet ai ose ajo që mban fjalimin, që del në televizion apo që përfaqëson institucionin. Më pak shihet puna e gjatë që e bën të mundur vetë mbledhjen, aktivitetin apo fushatin. Dhe shpesh pikërisht atë pjesë të padukshme e mbajnë gratë. Vetëvendosja është ndërtuar me durim e përkushtim, me shumë punë e shumë këmbgulje. Me njerëz që kanë trokitur derë më derë, që kanë diskutuar me qytetarë. Të gjitha analizat dhe sondazhet tregojnë se vazhdojmë të kemi një dallim të madh në pjesëmarrjen politike mes burrave dhe grave, por edhe mes vetë grave. Gratë nga zonat rurale vazhdojnë të dalin më pak në votime, të kenë më pak qasje në organizim politik dhe më pak hapësirë në pjesëmarrjen publike. Zëri i një gruaje në politik nuk është vetëm opinion. Është një forcë që ndryshon realitetin. Vazhdoni të ecni përpara, sepse çdo hap i juaj hap rrugën për gjeneratat që vijnë. Gjatë takimit të sotëm u zyrtarizua edhe antarësimi i disa grave në këtë organizatë, ndërkohë që lista zgjedhore e vetëvendosjes 33.64% përbëhet nga gratë.